Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Tiranë ku rreth 56 studentë Akademisë së Sigurisë janë helmuar pas konsumimit të drekës të mërkurën, duke shfaqur simptoma të rënda si të vjella dhe dhimbje të forta barku. Fillimisht në Spitalin Infektiv të QSUT-s u paraqitën me shenja helmimi disa prej tyre, e më pas numri shkoi drejt rritjes. Të gjithë studentët u vlerësuan përmes ekzaminimeve laboratorike me qëllim identifikimin e shkakut të helmimit dhe pasmarrjes së ndihmës mjekësore. Mësohet se janë larguar nga spitali në gjendje të mirë shëndetësore. Dyshohet se helmimi ka ardhur nga ushqimi i servirur nga kompania e cateringut Sorial, e kontraktuar për furnizimin me ushqim në 3 vakte për studentët e policisë që prej 9 shtatorit 2025. Në bazë të kontratës së ushqimit, më 21 prill është paguar një faturë financiare prej 78 milion lekësh. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit njoftoi se u bllokua sasia gjendje prej 67.3 kg produkte, 1350 kokra vezë dhe ndaj subjektit u vendos masa administrative gjob në vlerën e 100.000 lekëve për mungesë të sistemit të plot të gjurmueshmërisë. Lidhur me ngjarjen, policia ka arrestuar kuzhinierin e kompanisë dhe teknologen e ushqimit, ndërsa administratorja e firmës Alma Tafani është shpallur në kërkim.